Mirë që vidhen 140 milion euro. Për gjëra që janë blerë kamera, ndaç kamera trupi, ndaç kamera... Normale. Me 800 euro. Po. Rriten 10 fishohen çmime. Po. Po jo vetëm 10 fishohen çmime, por çfarë thot Ametaj? Kjo po i lihet prap thot grupit kontrolluar nga Ergyll Sagaci. Pra jo vetëm na vjedhin, por të dhënat e mia, të tua, të tretit, të katërtit, ja çojnë të njëjti grup, i cili tashmë është i provuar që është marrë me rrëmbime. Pra, siguria personale, jo vetëm e komunikimit elektronik, po fizike çdo njeriu, deri ke retina, ku shkojnë? Shkojnë në duar të kriminalëve. Atyre që të marrin peng. Atyre që të marrin peng. Po çfarë ndodh kjo? Po që ta bëjnë këtë, gjejnë dhe një firmë që është jo e një vendit NATO-s, thoshte Ametaj. Preket dhe ajo që thoni ju siguria kombëtare. Pra, se shpesh shqiptarët është bërë aq i madh korrupsioni dhe thonë, harrojnë që janë lekët e tyre, thonë, ne më fundit vjedhin lekë që të ne s'do na hynin asnjëherë në xhep. Por tani korrupsioni i Edi Ramës dhe jo Borit ti nuk është thjesht që po na vjedhin parat, por po na vjedhin privatësinë, po na vjedhin sigurinë dhe po vjedhin dhe sigurinë e vendit. Pra, ka tejkaluar e keqja thjesht suazën e një grupi hajdutësh. Është lidhur hajdutësia me kriminalitetin dhe çdo njeri duhet ndihet i frikësuar. Kjo që ajo që mua më të merroi duke dëgjuar intervistën e Ametaj dje. Një nga gjëra. Se po nis shumë në përgjithshëm se dua të hyj pastaj më pas. Artan ty çfarë? Po, Brisi, më thuaj? Po, më fal Bris. Më fal Bris, po. Një ndërhyrje të vogël këtu te kjo. Para se të flasit tani. Patjetër. E mendoj si ekonomist më takon të sqarohet nga 2-3 gjëra. Patjetër. Kur Beni dje sqaronte, kjo është ajo çka duhet na shqetësoj të gjithëve ne. Por flasim për portin e Durrësit, nuk flasim thjesht për një ide për siguri kombëtare se aty do vinë një kompani me influenca të caktuara dhe do e bëjnë ata ndërtimin dhe do vjedhë ca lek Rama me ata se nuk vua Rama për gjetur vende me 200-300 milion euro. Pra shpiken projekte dhe i vjedh ato 300 milion euro. Ajo çka është e rëndësishme që cënon ne rajonin dhe marrëdhëniet që ka Bashkimi Evropian dhe Amerika në lidhje me këtë rajonin ton, sepse ne të gjithë jemi entitete ekonomike. Do të thotë, këta rusët apo ndoshta nesër, që ne nuk e dim kush do e marrë koncesionin për menaxhimin e atij porti, që është pjesë e dytë e atij projekti. Pra faza pare ndërtojmë ne në lekët tona, dhe pastaj e merr në menaxhim me koncesion të kusht tjetër. Absurde është ndarja në dy faza. Absurde është dhe kjo, po. Këtu s'ka asgjë më absurde, por po të them qëllimet janë të tjera. Po. Se po t'ishte kështu, ti sot për shembull studio duhet kishe Eugen Beci për shembull, të shpjegonte Eugeni që kur krijua krimet e rënda, kur aleatët dhe ata që investuan, që ishte Amerika dhe Bashkimi Evropian, njësoj si dhe sot me Spakun, sigurisht ata kanë interes për korrupsionin që do të Shqipëri, një 5% e një 10%. 90% të intereset janë lufta kundër terrorizmit, pra janë ato beteja në cilat lidhen dhe po interesat dhe sigurisht botërore, që ne na duken si film to, ishte dhe lisa në filma, po ndodhin to. Edhe kur flasim për kamera, në territorin shqiptar, nuk e si vetëm shqiptar. Pra ajo kamera, ajo retina, ajo identifikimi, kur identifikon mua, identifikon ambasadorin amerikane, po identifikon edhe individ të tjerë që vinë me funksione të caktuara në Shqipëri për siguri kombëtare ndërkombëtare. Pra